Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje miq të dashur. Jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Ky emision filloi që në vitin 1994, kur isha student në Kolegjin Biblik në Athinë, dhe pedagogu i librit të Zanafillës na kërkoi për mbrojtje diplome të bënim një temë që ta zgjidhim vetë, dhe unë zgjodha këtë temë, Emigrimi, lumturia e hidhur. Libri i Zanafillës për mua është libri më i preferuar, sepse atje gjen historinë, takohesh me Perëndin si krijues dhe më pas se si ai fillon formon gjithçka me një qëllim, që të ketë marrëdhënie me ty dhe me mua. Prandaj dhe falenderoj Zotin kur me Covidin dhe me lockdown Radio 7 më dha mundësinë që të mundje këto mesazhet të preknin të gjithë emigrantët shqiptar. Prandaj këto mesazhe janë një inkurajim dhe fjala e Zotit flet, Perëndia flet edhe sot. Diçka që përjetuam ishin zjarret të verë. Dhe folëm në predikimin e kaluar për zjarrin dhe për zjarfiksit që ne duhet të bëhemi si zjarfiksit, të cilët të guximshëm dhe me dashuri ishin gati të flijonin dhe jetën e tyre për të shpëtuar jetën e njerëzve, për t'i rrëmbyer nga zjarri. Dhe Juda na thot tek kapitulli 1 vargu 23, dhe ne t'i rrëmbejmë nga zjarri i përjetshëm. Dhe folëm për Lotin, se si ëngjëjt i shpëtuan dhe i rrëmbyen nga zjarri, të njëjtën gjë siç bëri Loti, edhe ne të tërheqim familjen tonë, kudo që jemi, në emigrim, kudo që je student tu, të gjesh mos të ndezësh zjarri, por të presësh planin e Zotit për martesë. S'ka gjë le ta bëj shoqëria. Akoma ka dhe të rinj të cilët flijojnë të ardhmen e tyre për hir të shoqërisë, do studioj, i thonë, ndërsa janë kaq të aftë që të mund të studiojnë kudo dhe brenda në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, por ata thonë do shkojnë në Tiranë. Ndoshta jeta e Tiranës ju tërheq shumë, por mendo pak për të ardhmen. Shokët e gjimnazit nuk do jenë me ty në universitet. Ata do vazhdojnë në ëndrat e tyre dhe ndoshta të takojnë pas disa vitesh, por mos e humbë ëndrrën për hir të shoqërisë. Mendoje pak të në zgjedhjen tënde. Akoma dhe për martesë, mos nis zjarr, thot fjala e Perëndis, siç lexuam tek Isaia, sepse do të lëngoni në vuajtje. Është vuajtje. Prandaj, të lësh bekimin e prindërve, të lësh bekimin e Zotit për mira breza dhe të vuash, sepse zemra do, nuk e kuptoj. Nese, pra folëm për zjarrin, kur gjithçka duket e shkatëruar nga zjarri, shtëpia, toka, bagtia, ëndrat, si mund të vazhdojmë? Në qoftë se ke humbur gjithçka nga zjarret, është një dhimbje e madhe. Prandaj dhe ky mesazh na kujton që hiri i zjarrit nuk është fundi. Me Perëndin ne mund të rindërtojmë jo vetëm gjërat materiale, por mund të rindërtojmë dhe shpresën dhe besimin tonë. Prandaj le të dëgjojmë sot predikimin nga mesi i hirit nga zjarret, në mes të hirit nga zjarri dhe shpresës, që është një thirrje për të kthyer dhimbjen dhe humbjen në një veprim, pra, në besim. Humbjen ta kthejmë në besim, pra, dhe zhgënjimin ta kthejmë në shpresë, sepse ne nuk jemi vetëm. Ti nuk je vetëm. Le të lutemi. O Ati dashur, ne të falenderojmë për fjalën tënde, për Radio 7. Nuk e di pse më dolën këto fjalë, o Zot, por lutem o Perëndi për çdo vëlla dhe çdo motor. Lutem për çdo njeri, o Zot, që ka vendosur të emigrojë, ti jesh së bashku me ata që kanë probleme me dokumentat ose me punën, për të gjetur me shtëpinë atje, o Zot, të stabilizohen derisa të tërheqin dhe familjen. Të rinj gjithashtu student që do vinë në Tiranë, o Zot.
ti mbrosh o Zot nga shoqëritë e këqija. Ata të rinj të cilët ndoshta zemra e tyre u flet për ndonjë të ri ose ndonjë të re, të cilët nuk janë të Krishtit, ti mbrosh ato nga zgjedhjet e gabuara o Zot. Dhe jepu durim o Zot që të mund të binden planit tënd dhe vullnetit tënd o Zot. Dhe përdor dhe kishat këtu lokale të flasin tek të rinj për lidhjet o Zot. Dhe të munden, ka shumë të rinj, të munden të ndihmojnë njëri tjetrin të rinjt që të ki brezi njëri besimtarësh të jeti bekuar dhe në 2050 dhe në 2100. Prandaj unë i bekoj ata me bekimin dhe premtimin tënd, por ata që më duan, unë do t'i bekoj për mira breza. Bekoj e këtë mesazh o Zot. Unë të falenderoj dhe për Radio Shtatën. Është një bekim i madh o Zot. Në emrin e Krisht lutemi. Amen. Sa shpesh ndihesh i shkatëruar nga humbjet e jetës, mik i dashur? Hiri nuk është vetëm dhimbje, por është një thirrje nga Perëndia që të reflektojmë. Dhe çdo humbje ka mesazhin e vet. Çfarë ka mbetur? Çfarë ka mbetur? Kur humbasim diçka, akoma dhe kur humbasim një jetë njeriu që e duam, shumë merë akuzojnë Perëndin. Në vend që ta falenderojmë Perëndin, akoma edhe në qoftë se është e ashpër kjo, kur humbasim fëmijë, ta falenderojmë Zotin për ato vitet, për 30 vite, 40 vite, 50 vite me fëmijën, a qoftë dhe i ri. Akoma mendojmë dhe për nënat të cilët nuk ishin foshnjë në duart e tyre. Humbja është gjë e madhe. Por në Bibël ekziston një njeri i cili brenda një dite humbi gjithçka, 10 fëmijë humbi. Brenda një dite humbi 10 fëmijë. Jobi humbi fëmijët, pasurinë dhe shëndetin e tij. Por ajo që vërejmë në jetën e Jobit, e libri i Jobit, është që ai e mbajti besimin tek Perëndia dhe u bekua. Cili është hiri që përjeton sot ti? Dhe çfarë do nxjerrësh nga kjo humbje? Prandaj ju them që duhet të kemi shpresë, pra, akoma edhe kur kemi humbur diçka. Ne nuk mund të presim që diçka të kthehet vetvetiu. Ne duhet të veprojmë, të rindërtojmë. E di është e vështirë, por ti lutemi Zotit, të mbjellim pije nëse janë djegur në male, në fusha, kudo. Të fillojmë të mbjellim përsëri, të kemi kujdes për baktin. Dhe në Bibël kemi një shembull, është Nehemia. Nehemia pa murin e Jeruzalemit që ishte shkatëruar, por ai nuk u dëshpërua. Ai organizoi njerëzit dhe rindërtoi murin për sa, thoni juve, për 52 ditë, edhe kur e akuzonin. Ai ishte Nehemia, një emigrant që u kthye për të rindërtuar murin e Jeruzalemit. Akoma dhe kur të moshuarit, siç bëjnë sot disa që kujtojnë kohën para viteve 90 dhe diktatorin që ishin më mirë atëherë, kështu thoshin edhe kur tempulli i qendërtuar para 70 vitesh ishte më i mirë, edhe muri i Jeruzalemit ishte më i mirë. Por Nehemia ndërtoi për 52 ditë, sepse ishte nevojshme që të mbronte popullin e tij, tokën dhe vendin e tij. 52 ditë Perëndia i dha fuqi pra. Prandaj duhet edhe neve të bashkohemi për të ndihmuar të prekurit. Si mund ta kthejmë pra dhimbjen në veprim, të ndihmojmë familjen, komunitetin dhe vetveten? Për të na duhet një partner i fuqishëm, dhe ky partner i fuqishëm besoj është Perëndia. Ne nuk mund të rindërtojmë vetëm me fuqinë tonë. Perëndia na premton që do të jetë së bashku me neve. Prandaj kur gjithçka është bën hi, ne duhet të kemi besim dhe të lutemi që Zotin na mbajë të fortë. Kur Izraeli doli nga Egjipti, toka ishte shkatëruar, por Zoti i drejtoi drejt tokës së premtuar. Vet biri i Perëndis, Zoti Jezu Krisht tha: "Shkatërrojeni këtë tempull dhe unë do ta rindërtoj përsëri pas 3 ditësh." Dhe kishte fjalën për trupin, për një njeri që është i rilindur. Tempulli i Zotit janë të gjithë besimtarët që besojnë tek Jezu Krishti pra. A jemi gati të pranojmë Zotin si partnerin ton në çdo rindërtim, qoftë shpirtëror dhe fizik? Prandaj dhe hiri është një mundësi për që të reflektojmë, për të kuptuar më mirë veten dhe botën. Çdo humbje, akoma dhe humbje shpirtërore, mund të kthehen në bekim nëse ne nuk e humbasim besimin. Sepse vuajtjet e tanishme
na sjellni një lavdi të përjeshme që te I kalon çdo vështirësi, na thot apostull Pauli te letra e 2 të Korintasve kapitulli 4 vargu 17. Si mund ta kthesh ti hirin tënd të tanishëm në një bekim të përjetshëm? Beso tek Jezusi. Akoma s'ka mbaruar. Ai është aty. Ai është miku tënd besnik. Eja te Krishti. Ai mund të kthejë dhe të transformojë gjithçka. Ai është poçari. Dhe ti je argjila dhe mund të rindërtoj përsëri pjesët e jetës tënde të cilat janë thyer ose janë dëmtuar. Le të lutem. O Zoti I dashur, ne të kërkojmë ty, akoma dhe në situata kur gjithçka duket se është bërë hi. Na jep shpresë dhe guxim, o Zot, që të rindërtojmë, jo vetëm në gjërat materiale, por edhe ato shpirtërore, siç janë marrëdhëniet, shpresa dhe shpirti ynë, o Zot. Na mëso që të shikojmë hirin si një mundësi që të mësojmë dhe të shndrojmë çdo humbje në bekim. Na bëj bashkë si një trup që së bashku të mund të rindërtojmë si Nehemia çdo mur të shkatëruar, çdo marrëdhënie të thyer dhe çdo shpresë të humbur. Unë të gjitha këto t'i kërkoj në emrin e Zotit ton Jezu Krisht. Amen. Mi të dashur, mos haro, nuk je vetëm. Merre Zotin sot. Merre si një partner në jetën tënde, si një partner që do ndihmoj në hallet, në problemet e tua, sepse ai mund të kthejë çdo humbje në shpresë. Çdo I mund ta përdori dhe ta kthejë në një fillim të ri. Le ta kthejmë pra humbje dhe dhimbjen në një shpresë dhe në një bekim. Unë ju bekoj kudo ku jeni. Zoti të jetë së bashku me ju kudo ku jeni. Miru pafshim në emisionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi I sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale, Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashk miru dëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.